Përshëndetje të nderuar shikues, këtu nga Zvicra, kam nderin dhe kënaqësinë pra me të kem Liza Gashin. Mirë se keni ardhur në Zvicër. Mirë se ju gjeta, ju faleminderit shumë, kënaqësi mu kom pjesë e një intervistës në TV Syri, gjithmonë kënaqësi mu kom pranë ekraneve ku bashkëdhetarët marrin informata, po mbi të gjitha ndërlidhen me vendin e origjinës. Spore faleminderit që keni pranuar me gjithë kohë për intervistë, duke marrë parasysh angazhimet e juaja që i keni këtu në Zvicër, sepse nuk jeni edhe shumë gati. Shpejt, tubime, takime dhe ktheheni prapë për me vazhdu punën atje në Kosovë. Zakonisht të vizita që po i kemi në Zvicër e në Gjermani, po jo 24 orë, po kjo është e bukur, se sot kemi mobilitet shumë më të lartë se që kemi pasur ndonjëherë, kështu që ka mundësi, në fakt pe Zvicrës për Kosovë, gjatë kohës verës, ka ditë ku ke 27 fluturime brenda ditës, kështu që ka opsione që me lëviz drejt Kosovës, po drejt Zvicrës. Ma let në arën syre se me shku në pej. E vërtet që ma let më arë syre, po, mendoj që edhe për me shku në pej, duni me arë me pas, se po më duket tash u bë dhe ma let. A ka më bëha dhe ma let? Po normal që ka Pej Mitrovic, sepse këto dy rrugë ende kanë metë goxha ku... Për bes na të mos lëshu pe, jemi të synu me bo gjithë që ka ma let. Kështu që po punojmë gjithë ditë, e normalisht që gjithë projekt ka sfidat dhe përparësit e veta, po jemi të synu që me ja dalë parë. U lidhë kjo si fjali, si thujnë të na fjallën lidhë, sepse ne ajna të fokusu ma shumë vetëm për diasporën. A mundesh me tregu qëllimi juaj këtu në Zvicër? Pse po vini kaq shpesh, ju, po edhe rallë ju, po për shkak po fulëm pres sot. Pse keni ardhur sot? Po, sot jemi në Zvicër, për shkak që kemi pas një tubim me Mërgatën këtu në Zyre, si pjesë e mobilizimit për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Prandaj si lëvizjeve të vendosje, sot përfaqësojmë lëvizjen vetë vendosje këtu, normalisht ne jemi qeverinë detyrë, po sot jemi me lëvizjen vetë vendosje, me partinë tonë, për të ofruar perspektivën të bashkëdhetarët mbi ndryshimet që janë bën qeverinë e Republikës Kosovës. Këto 4 vite plus 1 vitin e fundit që na ja ofroi opozita duke blloku konstituimin e kuvendit, edhe normalisht planin ton për të ardhmen, sepse synojmë që në këto palë zgjedhje normalisht që dalim fitues, po synojmë të jemi edhe grupi më i madh politik në Kosovë që do të formojë qeverinë e Republikës Kosovës, prandaj jemi në përgatitje të kurthi 3. Do të thonë fushata veç ka filluar tashmë, si në diasporë si në Kosovë. Teknikisht fushata fillon me 17 dhjetor, ne jemi këtu për një takim mobilizues edhe për me njoftë me i taku bashkëdhetarë, po mbi gjitha me festu pak edhe festat e fund vitit dhe me gjithë forma për me ndërtu urat të reja komunikimi. Sepse ju ishit sot, nesër janë të tjerët, dhe kështu më radhë, sipas informacionit që kemi, në Zvicrën do ta vizitojnë edhe opozita edhe disa parti tjera. Unë gëzohem shumë që partit politike në Kosovë, më në fund kanë filluar ta vendosin theksin ka shik këtij grupacioni aq të madh që është Mërgata jonë. Mendoj që ndër vite është dashur të punohet shumë më shumë me Mërgatën prej partive politike, po gëzohem që Mërgata ka filluar të zë vend në plan programet edhe ofertat e partive politike, po ashtu gëzohem që në mesin e listave për kandidat ka njerëz që janë të Mërgatës e ndërlidhur me Mërgatën. Qeveria jonë ka pas ministra prej Mërgatës, këshilltar, ekspertat ndryshëm të fushës që kanë bashkëpunuar e kanë qenë pjesë e këtij procesi. Tani kemi janë në një stad ku nuk e shohim Mërgatën vetëm si remitencë financiare, por realisht mendojmë që Mërgata është remitencë sociale, e cila ofron shumë më shumë njohuri, eksperiencë, po mbi gjitha transfer të dijes. Tu e marr parasysh që populli jonë jeton brenda vendit e jashtë vendit, në disa prej vendeve më demokratike, sikur është Zvicra. Ne besojmë që pikërisht kjo eksperiencë, kjo dije, edhe ky rrugtimi juaj në shtetin helvetik mund të shërbejë jashtëzakonisht shumë Kosovës. Pra kjo remitencë sociale, për ka ekspertiza, për ka talenti dhe njohuria është jetike për Republikën e Kosovës. Prandaj e shohim Mërgatën pejkandit të ndërlidhjes, nuk e shohim si ne dhe ata, realisht është pjesë qendrore e gjitha politikave që ne si qeveri kurti kemi ndërmarrë, sepse nuk është një politikë horizontale e cila trajton vetëm grupacionet Mërgat, por realisht është një politikë e cila apo janë edhe investues, apo janë thjesht që ndëgjojnë ose votojnë?
Mërgata është votues, mërgata është investore, mërgata është bashkëinvestore, mërgata është infuzion I demokracisë, po edhe I ekonomisë në Republikën e Kosovës. Çka do me thonë kjo? Ta marrë për shembull sektorin e TIK-ut, sektorin e ICT-s. Ka bini 1.500 kompani në Kosovë që aktualisht po eksportojnë produktet e tyre jashtë vendit. Është një nga sektorët I cili ka balancë pozitiv të shkëmbimit tregtar, ku 90% e produktit tyre është jashtë vendit, edhe nëse sheh një prej 3 arsyeve pse ky sektor është rrit, është pikërisht mërgata, sepse një numër I madh I bashkëdhetarëve kanë ardhur në Kosovë, kanë hap firma, kanë ardhur në Kosovë, kanë investuar në një bashk hisedar, ku kanë ndërtu firma bashkë me një menaxher në Kosovë, kanë ardhur në Kosovë, kanë pru kontaktet e tyre, sot në tregun zviceran ata ofrojnë shërbime, kështu që me një mënyrë është facilitatore e ndërlidhjes, po paralel me facilitimin e ndërlidhjes, ka shumë kompani të mërgatës, cilat kanë hap filialet e tyre në Republikën e Kosovës, e që bojnë punë të mira edhe në Kosovë. Për shembull ta zom ankandi I energjisë me solarës, që ishte 150 MW, ku një kompani e Zvicrës Orllatim bashkëpunim me disa kompani tjera ndërkombëtare e fitoi ankandin për ndërtimin e këtij kapaciteti. Ne besojmë që kjo është forma që mund ta ndërlidhim mërgatën, por e shohim investimet e huaja direkte në Kosovë janë dyfishu. Një aspekt I dyfishimit të këtyre investimeve është po ashtu edhe patundshmëria, një pjesë e madhe e mërkimtarëve tanë, si më thonë, blejnë patundshmërinë në Kosovë, po përtej blerjes së patundshmërisë në Kosovë ka filluar të mendohet edhe tek pjesa e prodhimit, pjesë e cila ne kemi shumë nevojë të investojmë në të ardhmen. Karşis saj ka dhe shumë turizëm, mbi gjitha ka turizëm kulturor, turizëm sportiv, e turizëm edukativ që ndodh në Kosovë e në rajon. Kështu që mërgata është shumë llojshmëri realisht, nuk është vetëm një dimension, po ashtu mërgata është heterogjene, nuk është vetëm një grupacion që don diçka të caktuar, po dallon shumë mërgjimtari që vjen në Gjilan, që shkon Kamenic, në Viti, në Pej, në Gjakov, në Vushtre, kështu që këtë varet prej ndërlidhjes, Mitrovic patjetër që po edhe në Prishtinë. Kosova, edhe pse duket e vogël fillimisht, kur e sheh kështu për ka gjeografia, është jashtëzakonshme për ka diversiteti, po mbi gjitha për ofertën kulturore që ka, për ofertën sportive që ka, po edhe për dinamikën sociale që ka. Unë takoj 3 të mërgatës që kanë një afinitet shumë të madh për jetesën Kosovë, sepse dinamika dhe jeta sociale e dallon shumë vendin tonë. Votues nga diaspora, që tashmë veç janë regjistruar disa edhe do të marrin rrugën për Kosovën. Disa me vetura, me autobus, po edhe me aeroplana. Neve si mërgjimtar, këtu që jetojmë në Zvicër, na shqetëson shumë kjo lojra me biletat që bëhen. A keni marrë diçka ndonjë, edhe pse është privat, është diçka e kuptojmë na, po Unë shpresoj shumë që Kosova një ditë do ta ketë aviokompaninë shtetënore. Mendoj që ajo do ta bënte një dallim në treg, sidomos kur flasim për sezonin e verës dhe dimrit të mërgjimtarëve. Mirë, për momentin në formën që është tregu I lirë, normalisht shteti nuk mund të intervenojë atë shumë në tregun e lirë, mirë po mendoj që një aviokompani shtetënore në të ardhmen do ta jepte një infuzion dhe do ta balanconte pak më shumë tregun. Dal me rritjen e fluturimeve në aeroportin e Prishtinës, po edhe me ndryshimet strukturore që po bëhen në aeroportin e Prishtinës, normalisht që do të ketë pak më shumë mundësi. Po ashtu ju e dini shumë mirë që aeroporti I Prishtinës është një partneritet I cili zgjat deri në vitin 2030, por realisht me pandeminë do të shtyhet deri në vitin 2032, kështu që varet edhe prej partnerëve të cilët I kemi në këtë rrugtim për disa prej kushteve që janë kriju, mirë po Qeveria e Republikës Kosovës për pjesën që ka përsipër vazhdimisht synon që të mri indikator, por mbi gjitha gjej forma më të mira që këto kosto të jenë sa më të levërditshme për mërgjimtarët. E di shumë mirë që është sfidë për mërgjimtarët kostoja e fluturimeve, sepse sot mund të shkosh shumë më lirë në Monaco, në Spanjë, në disa vende tjera nga Zyriu, se sa në Prishtinë. Mirë po besoj që një aviokompani shtetërore në të ardhmen do të zgjidhte disa prej problemeve që kemi në këtë drejtim. Duke marrë parasysh numrin e madh që është në diasporë, atëherë besoj se ja vlen. Normalisht ja vlen. Gjithçka që bëjmë për mërgjimtarët ja vlen, sepse nuk është mërgata vetëm për aspektin e si më thonë ndërlidhjes. Është jetike për Republikën e Kosovës që jo vetëm mërgjimtarët që kanë lindë Kosovë janë jashtë vendit, të jenë të ndërlidhur me vendin, por ne kemi nevojë që të lidhim edhe fëmijët e juaj me vendin e origjinës së prindve të tyre.
Prandaj kemi shumë për të folur, po për shkak të minutazhës nuk kemi shumë kohë. Shpresoj që herën tjetër mund të vini edhe në televizion zyrët dhe ta bëjmë një emision tamam siç duhet. Besoj që gjeni kohë. Me Po shumë tash dëshirë. pasi që jemi në ku e zgjedhjeve, kisha pas shef me ditë ndonjë votues që nuk ka vendosur ende për me votues ose cilën parti votuar. Çka kishit thonë ju atij pse më ju votoi juve? Mendoj që vetëvendosja ka dëshmu këto 4 vite qeverisje që dindon dhe mund të ndryshoj trajektorën e vendit tonë. Kur ne kemi marrë qeverin, vitin 2021, kemi pas prodhimin bruto vendor, 7.9 miliard. Aktualisht në vitin 2024, në fakt, në vitin 2024, bruto prodhimi ka qenë 10.3 miliard. Nëse shohim inkasimin e të hyrave, kemi kalu 3 miliard, që për herë parë plani i inkasimit të hyrave u bën 100%. Kjo do të thotë që qytetari ka filluar me i besu institucioneve më shumë, edhe ka më shumë inkasim. Paralel me të, nëse shohim trajektorën e vitit 2021-2024, sipas agjencionit të statistikave, në vitin 2021 deri në 2024 sektorit privat ju kanë rritë pagat për 43%, ndërsa sektorit publik për 37%. Kjo krejt tu e pa në sistemin e makroekonomik, për shembull në Republikën e Kosovës borxhi publik është 16%, është borxhi më i ulët në nivel të Evropës, që do të thonë që në të ardhmen Kosova ka leverdi shumë më të madhe të marrë kredi, të cilat mund të jenë investive. Karshi punës që bo në ekonominë drejtësi, mendoj që ka shumë arsye pse duhet me votu lëvizjen vendosje. Ky slogani jon mos të shope, që ndërlidhet me sigurin, po edhe me begatin. Sigurin për faktin që kemi punu për sovranitet Republikës cep, edhe për herë të parë në veriun e Kosovës, sot ka një trajektore komplet ndryshe. Dërsa sa i përket pjesës begatis, për herë të parë sot mbi 100.000 nana lehona marrin shtesa për fëmijë, mbi 100.000 gra, për herë të parë kanë hap konton në llogari. Tash ka shtesa për fëmijë, ka shtesa për nanat për lehona, ka shtesa për student, po ashtu studimet në universitet janë bë falas, kështu që ka shumë arsye pse duhet me votu këtë qeveri edhe lëvizjen vetëvendosje për faktin që ka filluar me ndru trajektoren e barazisë dhe drejtësisë shoqëni. Në të kaluamën kemi pasi me thonën shumë për pak njerëz, për disa kusherit politiqarëve edhe për disa grupacione ndryshme. Tani mendoj që kemi ardhur në një stadium ku ka pak për të gjithë. Mirë po, për me rrit këtë pak për gjithë, normalisht që duhet mu rritën, si me thonë, arka shtetit, edhe në këtë mënyrë mundemi me investu. Unë jem rrit me motën, Kosova ka mu bo Zvicër, edhe unë uroj që të bo punë të mira, kemi me pa një Zvicër midis Ballkanit. Në fakt mundësit janë për mu bo. Gjitha mundësit janë, që ka na duhet neve është pak më shumë besim e shpresë, po mbi gjitha punë dhe vetëm punë. To që e thatë ju do më ndërlidhet edhe me mërgjimtarën për shkak se s'ka nevojë shumë me qut holla, ose për shembull për fëmijët, familjarë, kështu, ja keni lecu edhe mërgjimtarë në një farë mënyrë. Me një farë mënyrë po, edhe se ende remitenca financiare është po, remitenca financiare është shumë personale, se sa dërgohen tek familjarët. Mirë, po mendoj që me ndryshtimin e gjenatave dhe kjo pjesa e remitencës financiare nuk ka me qenë as prezente. Kjo i bjen që na duhet me mendu edhe çush e zaventësojmë remitencën financiare, sepse me një mënyrë ka kontribu shumë në ekonominë e Republikës Kosovës, kur flasim se kur marrim motsin e impulsit ekonomik që mërgata jonë ka karshi Republikës Kosovës, flasim për mbi 40% të buxhetit shtetit që vjen nga mërgata. Mirë po, nuk llogarisim dot harxhimet që i bëni ju gjatë verës si turist mrena territorit, po edhe dhuratat edhe gjana tjera që investon, kështu që është e pandashme në progresin ekonomik të Kosovës. Ju këtë bisedën që e bënë nuk thatë ose nuk të folet për në vetën e parë, po thotë që ne dëmonë si lëvizje, si parti. Po mu po më interesant tash me ditë juve, personalisht, me cilin numër jeni kandidoni tash në zgjedhjet e ardhshme. Faleminderit shumë, po unë jam pjesë e listës fitores lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje ka numrin 116, është qendrore që të votohet vetëvendosja, kryeministri Kurti, e pastaj një listë përbe secilin që e zgjedhin njerëzit. Është një person meritor brapa listës. Po çdo është dilema e mërgjimtarëve, për shembull juve. Unë personalisht synoj targetin e vetëvendosjes, i cili është 51%, e ky është numri im vazhdo. Do numri 51%. Numri 51. Çka kishe thonë mërgatës? Ti personalisht çka kishe bërë për mërgatën tash në të ardhmen ose në mandatin e ardhshëm për me të votuar?
Se sa ke mujt me vrejt mërgata nuk është edhe qaq e nënvlerësuar që thonë disa nuk mendojnë, nuk dinë, edhe janë disa kemi ndëgjuar për debate politike, disa analistë, kështu me radhë. Po, do të pas një arsye të fortë me të votuar mërgata. Nuk voton mërgata vetëm haqësh. Dashaktësia gjithmonë ekzistojnë. Unë kisha thonë që nuk bën me ra prej kësaj propagandës që do të me përça mërgatën. Mërgata voton gjitha partit, po padyshim që voton në votë madhe lëvizjen vetëvendosje, për faktin që vetëvendosja ka qenë motor i mobilizimit të mërgatës për drejtat sociale, politike dhe ekonomike. Ne si vetëvendosje, karshim mërgatës, gjithmonë kemi një trajektore e cila është dykahore. Nuk dojmë vetëm që të presim për mërgjimtarve, po kemi fillu të mendojmë çka ju ofrojmë mërgjimtarve, çka ju ofrojmë fëmijëve tyne. Kështu që në këtë drejtim, normalisht që politikat cilat i ndërtojmë, janë pjesat qendrore. Pastaj, me qenë za i mërgjimtarit, sepse për neve shumë e rëndësishme me avoku për drejtat e juja, po për karshe avokimit të implementojmë politikat cilat letojnë jetën e juj, tash nuk keni provoj sa i përket mërgatës drejt Kosovës. Tashmo kemi ndërtu disa programe, disa mekanizma, disa baza ligjore. Kemi shkollën shqipe, institucionalizimin e gjuhës shqipe, antarësimin e Kosovës në byronë e sigurimeve, që është shumë e rëndësishme në këtë Më interesant për shkollën shqipe, pasi kemi pas edhe kontakte edhe biseda me Janë disa çështje që i kemi marrë ka shkollën shqipe. E para është krijimi i kurrikulës dhe teksteve shkollore, abetares për bashkëtësim kemi bërë me Shqipërinë. E dyta është ngritja e kapacitetet të mësuesve të gjuhës shqipe, koordinimi dhe një lloj seminari për bashkët. Pjesa tretë, neve na duhet në të ardhmen të punojmë shumë më shumë në funksionalizimin e trekançit. Shku përmes Ministrisë së Arsimit të Kosovës ose Shqipërisë. Ministria e Arsimit e Kosovës edhe Shqipërisë janë pak barce kryesore. Ministritë e punëve të jashtme janë ura ndërlidhëse e komunikimit dhe koordinimit. Kështu që në këtë drejtim ju e dini, di edhe unë që ju e dini, po edhe ju dini që unë e di. Që ka mos pajtim, kesh kuptime, mos pajtime. Përmes shkollës shqipe janë ndodhur në ndarje, pastaj prap bashkimi. Domthonë edhe sot prap kanë një farë, po them kesh kuptim, se s'mund me kanë diçka më shumë tjetër, do farë interesa të vogël. Për këtë arsye, synimi është institucionalizimi i Shqipës nëpër shkolla fillimisht. E dyta është ngritja e platforma për edukimin formal. Mendoj që e treta, Shqipja nuk është problem vetëm në mërgat, është edhe brenda Kosovës. Sot platforma digjitale janë aksesi më i afërt i fëmijëve dhe nxënësve. Në këtë drejtim ne duhet me punu shumë më shumë. Në bazë lande kanë lanë zgjedhore, mund me zgjedh. Pse nuk po bëhet edhe në kantone tjera? Edhe në kantone tjera, po i ka fillu vetëm në disa, edhe në Gjermani, në disa lande, në Suedi është i mirë integruar. Tani kjo mvaret edhe prej secilit land dhe prej secilit regjion. Ne po punojmë ngushtë me shtetet në mënyrë bilaterale, mirë po edhe me komuna të caktuara. Shkolla shqipe ekziston që 30 vjet këtu në Zvicër, ndërsa nuk është bë kantoni Lucenit asnjëherë asnjë kërkesë. Karshi shkollës shqipe. Për shembull, ambasadat tona janë vazhdimisht të punu me autoritetet lokale për me adresu. Për shembull, në Berlin, ambasadori jon ka kontaktu me autoritetet lokale dhe kanë thonë që në momentin që janë 12 fëmijë të regjistruar, me automatizëm i takon shkollës një mësues i gjuhës shqipe. Mjetet digjitale të cilat i kemi. Mandatin e ardhshëm nëse fiton do të bëni diçka më shumë për vëdësimin e prindve, që ti dërgojnë fëmijët sa më shumë në shkollat shqipe? Ne do të vazhdojmë me fushata sensibilizuese, mirë po nuk na duhet gjithë secili në këtë proces. Na duhet media, na duhen prindrit, na duhet funksionalizimi i këtij trekançit mes prindve, nxënësve, po edhe institucioneve, si vendore edhe ato të vendit të origjinës. Përmendëm mediat, besoj që jemi në fund tashmë, po duhet patjetër të bëj të pyetje që pse keni kaq shumë të lashe ose acarime me mediat, si në Kosovë, po edhe si në diasporë. Për shembull, të na, atë që është më e keqe që ne po na etiketojnë sikur opozitë, për shkak që ju s'po vinë të tjerë po vinë në studio. Përbes, nuk kemi të lashe shumë me mediat, sepse me pas të lashe, nuk ishe pasat shumë zona kritik nëpër media. Kur thojnë që gazetarët e Kosovës kanë në rrezik, tu si ka mundësi sepse ata gjatë gjithë ditës jo vetëm që flasim, po ndonjëherë kanë edhe propagandë të hatashme. Jo gjithë gazetarët janë të njëjtë, përkundrazi, mendoj që liria e shprehjes është në nivelin më të lartë në Republikën e Kosovës. Respektoj mendimin ndryshe,
mirë, po nuk jam dakord me një propagandë e cila bëhet në formë hibride, edhe cila mund të dëmtoj shoqërinë, po edhe vendin. Faleminderit shumë. Ju faleminderit juve për